Komentuesi thotë nuk futen gjërat metalike në mikroval. Faleminderit që sqarova audiencën sepse unë jam shumë e qartë, sepse ajo nuk është mikroval, kam edhe mikroval, kam edhe minifurr, kam edhe sobë. Ideja është që faleminderit, i di të gjitha dhe mikrovala është gjë tjetër, sepse e përdor, por ajo është furr. Mikrovala nuk është me rezistencë, sa për informacion, që ta keni idenë e qartë, se nuk dini të dalloni mikrovala nga furra. Mikrovala nuk është me rezistenca si përfaqësore dhe mikrovala do me thonë absolutisht që nuk futen gjëra metalike sepse shpërthen plas ajo, kurse ajo që kam thënë unë që më ka plas është furr. Furri është me rezistenca dhe me sistem pjekjeje. Më kuptoni, kështu që mikrovala është gjë tjetër dhe furri është gjë tjetër. Ti faleminderit që sqarove për njerëzit komentin, nuk kishin shkruajtur te komentet tjera, nuk është furr, është mikroval, është furr. Sepse kam edhe mikrovalën, kam edhe furrën, mini furr. Quhet mini furr ai. Është furrë e vogël dhe kam edhe mikrovalën që e përdor për gjëra tjera. Di ti dalloj, por gjithsesi ju faleminderit që e thoni sepse ka njerëz që nuk i dinë, në rregull, por që edhe për njerëzit e tjerë bëni mirë që e komentoni këtë pjesën, që edhe njerëzit ta kuptojnë që në mikroval nuk do të futen gjëra metalike. Gjithsesi, faleminderit.